Për shumë një fjalë, ne të pagjëm, depresion, që besa në atë pjesë futet edhe lutja për sukses, edhe manifestimi për sukses, sepse shpesher njerës të harrojnë një rrugë, edhe është një shprehje shumë e mirë. Veshi këpucat e mia dhe shin çfarë rrugë kam kalu. Ndoshta pastaj e kupton edhe komplet atë lodhje. Momentin që të rokiti suksesi, pas shumë viteve, me qenë se prej moshës fëminore ke nisë rrugtimin të në muzikë, bashkë me suksesin, shpeshher, sillet edhe një farë vetmije, një farë brenge mbrenda vetës që se fama din me tjep, edhe knatësi, po din me të marrë edhe diçka tjetër. Shumë e vërtet është. Çka të mori ty? Unë qëndroj njerë para famës, se nuk them që jam i famshëm, jo. Jam një njeri thjesht që bën një muzikë të bukur, të mirë, që çdo dëgjues të gjej veten. Sa i përket kësaj para, nuk është mirë t'jesh me vetmin, po nuk do të thotë që nuk duhet t'jesh në njerë vetën. Pse të ushme që vetën? T'inspiran? Normal. Çdo kush e gjen veten kur është vetë. Ti mund t'i sqarojsh mikut tënd diçka, mund familjarëve, po si ti kupton vetë, s'të kupton askush. Edhe jo ta duash vetmin dhe trish në vetmi, po të kesh kohë që të merresh me veten, është mirë. Kështu që, mas famës, unë e tash vetëm që merr malli për familjen, që jam çdo ditë në lëvizje, me arsye projekteve, intervistave, mbrëmjeve. Malli me shoqëninë, ato që kafet, muhabete. Se tani kur shkon në punë, duhet jesh serioz, fol. Kur je me shok, bësh muhabete dhe kënaqesh. Del në rizina. Po, besoj që derisa të ambientona, me komën në tokë normal, unë pa publikun jam zero.